Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Law annakum tatawakkaluna ala Allahi, ala tawakkuli", nëse ju i mbështeteni Allahut të madhëruar ashtu siç duhet mbështetur, pra 100%. Nëse i mbështeteni Allahut të madhëruar, thot, në këtë mënyrë, pa asnjë mëdyshje, tek ai thot: "Le razaqakum kama yarzuqu at-tayra", Allahu do t'ju furnizoj juve me pasuri, do t'ju jap juve bereqet, do t'ju jap juve rrezik, ashtu siç i jep zogut. Vëllezër të nderuar, çdo krijesë që ka krijuar Allahu i madhëruar, i ka garantuar pra rrezikun, ja ka garantuar krimbit, ja ka garantuar luanit, ja ka garantuar zogut, ja ka garantuar peshkut, ja ka garantuar insektit më të vogël. E si mund të mendojmë se s'ja ka garantuar krijesës më të bukur që ai ka krijuar, njeriu? E pse vallë pikërisht ky njeri bie në pesimizëm, e humb besimin e tij në krijuesi i gjithësisë, e lidh shpresën tek krijesa tjetër.